Në Shkodër është zhvilluar sot forumi ndërkombëtar rinor Balker, një nisëm 3 ditore që mbledh rreth 50 të rinj nga 13 vendet e Evropës dhe Mezeut. Gjatë 3 ditëve, pjesëmarrësit do të angazhohen në workshope mbi të drejtat gjinore, advokimin qytetar dhe veprimet ndaj ndryshimeve klimatike. Presidentja e COSPE, Ana Meli, theksoi se përfshirja rinore është thelbësore për ndërtimin e politikave që kujdesen për njerëzit dhe planetin. Ajo shtoi se të rinjt janë forca e ndryshimit dhe se COSPE do të vazhdojë të mbështesë në çdo nismë. Ky forum bashkon 70 nisma rinore nga 13 vende europiane dhe mesdhetare. Ata mbledhen këtu për të bashkuar ide, propozime për fushata dhe veprime avokimi për t'i çuar në nivel europian dhe mesdhetar. Të rinjt kanë nevojë për dëgjim, për një agjendë që vërtet kujdeset për njerëzit dhe planetin. Të rinjt janë forca e ndryshimit të këtyre shoqërive. Duhet i dëgjojmë dhe duhet i bëjmë protagonistë. Të pranishëm ishin edhe zëvendës rektoria e Universitetit të Shkodrës Blerta Dragusha dhe zëvendës kryetaria e Bashkisë Teuta Qyteza, të cilat vlerësuan rëndësinë e forumit si një hapësirë bashkëpunimi, aktivizimi dhe fuqizimi të rinjve. Sigurisht që Universiteti i Shkodrës i konsideron të rinjt si pjesën më të rëndësishme të tij dhe mbështetur në këtë. Të rinjt e Universitetit të Shkodrës, studentët tanë janë tashmë të organizuar në shumë klube studentore, marrin pjesë në shumë aktivitete ku shprehin idetë e tyre për zhvillim të një shoqërie më të mirë. Gjithashtu një pjesë shumë e rëndësishme e Universitetit të Shkodrës janë këshillat studentore në të cilat marrin pjesë studentë, të cilët shprehin lirshëm mendimet e tyre për zhvillimin e një universiteti më të mirë. Aktivistë të rinj të mbledhur sot këtu për një shoqëri më të mirë, për të kujdesur për njerëz dhe planetin. Gjithnjë më tepër sot po flasim për teknologjinë artificiale, ndërkohë që harrojmë që pjesa më e rëndësishme e jona jeni ju. Jeni të rinj, ju jeni e ardhmja e kësaj shoqërie. Shkodra ka një traditë të gjatë si qytet i kulturës, i mikpritjes, i bashkëjetesës dhe ideve që ndërtojnë vetëm ura. Ura bashkëpunimi, bashkëveprimi, të cilat marrin formën konkrete edhe në këtë forum, ku të rinj nga 13 vendet e Europës, të Ballkanit dhe Mesdheut janë bashkuar për të diskutuar tema thelbësore si advokimi, të drejtat e të rinjve dhe perspektivat ndërkulturore që na përbashkojnë. Prioritetet tona mbeten të qarta: përfshirja, dialogu, mbështetja e iniciativave të reja dhe ndërtimi një mjedisi ku çdo i ri të ndjehet i fuqizuar dhe i mbështetur dhe sidomos i dëgjuar. Forumi zhvillohet me 19 dhe 20 nëntor në Universitetin Luigjë Gurakuqi, ndërsa dita e fundit me 21 nëntor do të mbahet në Europe House në Tiranë. Forumi Balker është pjesë e projekteve të COSPE, të financuara nga Bashkimi Evropian dhe Iniciativa Evropiane Qendrore, me qëllim promovimin e një qytetarie aktive dhe veprimesh konkrete për mbrojtjen e njerëzve dhe planetit.